Ervin Karamuço zbulon kush është Anesti Angoni që denoncoi Erion Veliajin. Profesori kriminalistikës Ervin Karamuço ka deklaruar se Anesti Angoni, personi që ka bërë edhe denoncimin ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj në SPAK, dyshohet të jetë një ish financier. Sipas tij është një ish financier e biznesit e cila ka pasur dieni në detaje për mënyrën se si menaxhoheshin parat, fluturimet, hotelet dhe gjithçka. Për mendimin tim, ka një dëshmitar të akuzës në rastin e hetimeve që po zhvillohen, flitet për një ish financier që jep të dhëna shumë të sakta, ish financiere e bizneseve që jep të dhëna shumë të sakta, që ka ngritur një pistë hetimore që ka çuar deri në këto masa që shikojmë sot e deri në ato volume që do të shkojnë në gjykat nesër për të shqyrtuar dhe për të dhënë një vendim. Askush nuk mund t'i dinte qoftë blerjet, qoftë mënyrën se si menaxhoheshin parat, fluturimet, hotelet dhe gjithçka në aspektin politik. Këto janë shumë teknike, financiare dhe deri diku juridike dhe janë shumë të sqaruara, tha Karamuço.